Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi zhvilloi një takim me simpatizantët e banorët e rajonit numër 2 në Vlorë, bashkë me kandidatët për deputet Piro Vëngu, Damian Gjiknuri dhe Mjaftesa Sulaj. Në fjalën e tij Çuçi renditi 5 arsyet pse Partia Socialiste meriton mbështetjen me votë në zgjedhjet e 11 majit. Vlora është shembulli më i gjallë i transformimit urban, ekonomik, shoqëror të një qyteti në këto pak vite qeverisje që ne kemi qeverisur Shqipërinë. Pra kjo është arsyeja e parë pse duhet votojmë Partisë Socialiste. Arsyeja e dytë pse duhet votojmë Partisë Socialiste është për atë që ne do bëjmë për Vlorën, për vazhdimin e transformimit të Vlorës, për ta kthyer në një destinacion europian të padiskutueshëm, edhe nga qendrat atraktive më të mëdha të Mesdheut. Në projektet më të mëdha vlen për të përmendur aeroportin e Vlorës, i cili do ta kthej në një qytet me një aeroport ndërkombëtar, që do sjelli pa diskutim një fluks të shtuar të turistëve të huaj, që ju e dini shumë mirë çfarë do të thotë, më shumë hotele, më shumë restorante, më shumë shërbime, më shumë vende pune, më shumë ekonomi për Vlorën. Dhe portet që po bëhen të jateve, edhe porti i kryesor që do jetë këtu në qendër të Vlorës, që do jetë një model i një porti modern të Mesdheut dhe portin e Orikumit. Të dyja këto do e transformojnë Vlorën më shumë se ç'është transformuar, sepse do ta kthejnë në një destinacion ku do kemi 365 ditë turizëm dhe aktivitet dhe ekonomi shërbimi. Arsyeja e tretë pse duhet votojmë socialiste, fatkeqësisht është oferta që na vjen nga opozita. Çfarë t'ju them unë? Vetëm kur ta mendojmë që akoma përballë kemi dhe vjen akoma për të kërkuar votën Sali Berisha, nuk mund të bëj asnjë koment tjetër. Vetëm kur e mendojmë fytyrën e Sali Berishës, na kujton makthin që i ka shkaktuar Shqipërisë dhe Vlorës ai njeri. Dhe vjen akoma sot në 2025 për të kërkuar votën e vlonjatëve. Në vim të fjalës së tij Çuçi renditi si arsye të katërt ekipin me të cilin Partia Socialiste garon në këto zgjedhje, teksa vlerësoi 2 kandidatët, Damian Gjiknuri e Mjaftesa Sulaj, që pasurojnë ofertën e Partisë Socialiste për elektoratin e Vlorës dhe janë 2 emra shumë përfaqësues. Së pesti, Çuçi foli për antarësimin në Bashkimin Evropian. Shqipëria 2030 në BE është një ëndër, tha Çuçi, që do të bëhet realitet prej Partisë Socialiste dhe do të sjellë më shumë përfitime për vendin. Ne jemi gati të nënshkruajmë kontratën me Bashkimin Evropian, ku na kualifikon si një vend për të qenë antar me drejta të plota Bashkimin Evropian. Dhe vitet që mbeten deri në 2030 janë thjesht një proces politik që do duhet që të ratifikojnë të gjitha shtetet me radhë këtë kontratë që ne nënshkruajmë në 2027. Kështu që mbi të gjitha ne mendoj që e meritojmë ne socialistët këtë gjë. Dhe ne do të jemi ata që do ta bëjmë realitet këtë ëndër shekullore të Shqipërisë. Kandidati Damian Gjiknuri vlerësoi investimet që janë kryer në Vlorë gjatë qeverisjes socialiste, duke përmendur sidomos lungomaren si kartolina më e bukur e këtij qyteti.